Minatorët e Spaqit në Mirdit kanë protestuar për më shumë se 20 ditë duke kërkuar rroga më të larta dhe kushte më të mira pune. Këtë të njëjtë protesta u zhvillua para Kuvendit të Shqipërisë, ku u bashkuan edhe deputeti Erion Braça dhe 3 deputet demokratë Qarku të Lezhës. Ministria përgjegjëse për punë. Ministria përgjegjëse për punë. Duhet bëjë ato që i kanë ngarkuar ligji të bëjnë. Jo të zbus, po të garantoj zbatimin e kushtetutës nga i kontraktuari i shtetit shqiptar për shpërtimin e atij vendyri. Pra ministria duhet të detyrojë kontraktorin që të njohë sindikatën që ju keni krijuar, sindikatën ku ju aderoni dhe normalisht përmes saj përfaqësoheni për gjitha drejtat tuaja. Dhe kjo është themelor. Në seancë, deputetja Jorita Tabaku i bëri thirrje mazhorancës që të marrë në shqyrtim propozimin e Partisë Demokratike për statusin dhe të drejtat e minatorëve, duke theksuar rëndësinë e zgjedhjes së situatës së tyre. Policia e shtetit i bëri atyre 2 javë më parë dhe unë nuk kam dëgjuar absolutisht asnjë koment nga Ministria e Brendshme. Është e pakonceptueshme që minatorët të merren të rriqen zvarr nga drejtorët e policisë. Dhe e dyta, Ministra e Ekonomisë duhet menjëherë të takohet me përfaqësinë e tyre. E drejta e punës është e drejtë e shenjtë në këtë vend. Nuk mundet një kompani private t'i pengojë këto minatorë të organizohen, të kenë kërkesat e tyre, të protestojnë për më shumë të drejta dhe kjo që po ndodh me këto minatorë është çnjerëzore. Kështu që edhe në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike i kërkoj ministrit Brendshëm që të dalë dhe të jap llogari për sjelljen çnjerëzore që policia e shtetit është sjell me ato minatorë si halabak rrugës. I kanë tërhequr zvarr punonjësit dhe ministres ekonomisë të takojnë një përfaqësi tyre dhe të diskutojnë se cilat janë problemet dhe pse këto punonjës sot po pushohen nga puna. Deklarata e saj u komentua nga deputeti i Lëvizjes Bashkë Redi Muçi, i cili i quajti thirrjen e Tabakut hipokrizi, duke krijuar një debat të shkurtër mes përfaqësuesve të partive në sallën e parlamentit. Të zonjës Tabaku për futjen e rende ditës të çështjes ka të bëjë me minatorët e Spaqit. Unë me habi pozitive konstatoj që në Kuvendin e vitit 2025 Partia Demokratike po përmend fjalën minator dhe sigurisht që e mbështet propozimin për shqyrtimin e kësaj çështje. Shiko, për Redin, Reda dhe Qorrës që nuk shohen. Partia Demokratike ka propozuar statusin e minatorit këtu e 3 vite të shkuara e kam firmosur unë. Për statusin e minatorit kemi diskutuar e debatuar në këtë sallë parlamenti. Dhe një sugjerim me qenë se je deputet i ri, të bësh opozitën e opozitës nuk të shkon. Sot duhet kishe dalë ti kishe kërkuar llogari qeverisë. Protesta e minatorëve në reagimet parlamentare vjen në një moment kur situata e punëtorëve të minjerave të Spaqit është bërë tashmë temë qendrore diskutimeve për të drejtat e punës dhe statusin e sektorit minerar.